Përshëndetje të shtrenjtë e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit shkurt për shenjën e peshores. Peshore në javën e parë të shkurtit, ju shoh konfuz, të pavendosur, deri diku edhe të stresuar, sepse do t'jeni në një situatë ku do duhet bëni një zgjedhje, por opsionet që keni përpara nuk janë opsionet më të mira për ju, nuk ju bindin. Mund të ketë diçka që nuk ju pëlqen, që ju krijon pak kënaqësi, dhe do t'i prek peshore të ndryshme në fusha të ndryshme të jetës tuaj. Për dikë mund të jetë një çështje që ka të bëjë me punën. Nëse jeni në fazën ku po kërkoni për një vend të ri pune, keni dhënë intervista në fillim të muajit shkurt, do të merrni përgjigje nga disa opsione. Këto opsione dikush nuk ju pëlqen sepse është larg në krahasim me vendin ku jetoni, dikujt nuk i pëlqen sepse është pagesa jo e kënaqshme, dikujt nuk i pëlqen orari, mund të jenë orari i zgjatur, mund të duhet punoni edhe në fundjavë ose 6 ditë në javë, pra mund të ketë diçka që thoni ndoshta do dalë diçka më e mirë, një opsion më i mirë dhe dëgjojeni këtë intuitën e brendshme, sepse një gjë më e mirë do vi për ju, prandaj mos u nxitoni. Për të tjerë, nëse jeni duke menduar të bëni një blerje të rëndësishme, siç është blerja e një banese, apartamenti, shtëpi, ndoshta edhe blerja e një makine ose një ambienti për ta hapur, për ta kthyer në biznes, dëgjojeni shumë ndjesinë që ju krijohet kur hyni në këtë shtëpi ose në këtë banesë, çfarë ndjesie ju vjen. Pavarësisht se çfarë mund t'ju thonë, është okazion, është çmimi fantastik, është në një vend shumë të mirë, ka hapësirë e të tjera, ka të bëjë shumë energjia e vendit. Nëse ka ndodhur diçka në një shtëpi, në një banesë ose një vend që ti do ta marrësh si përhapjen e një biznesi, ka ndodhur diçka negative, nëse ka pasur një situatë të dhunshme ku dikush është vrarë, është lënduar, nëse ka ndodhur që dikush ka ndruar jetë nga një sëmundje, nga diçka e vështirë që ka vuajtur për një kohë të gjatë, në situata të tilla mbetet energjia negative, mbetet në ambientin e shtëpisë dhe nëse ti vendos pastaj të shpërngulesh, të jetosh aty, ajo energji pastaj kalon familjes, kështu që pavarësisht se si duket nga së jashtmi, nga çmimi apo nga lokacioni, nga të gjitha të tjerat, dëgjoje shumë ndjesinë që të krijohet në momentin që ti futesh në atë ambient, edhe për blerjen e një makine. Nëse një makinë mund të ketë pasur problema apo dikush ka rrezikuar të bëjë një aksident dhe mbetet një energji frike, një energji paniku tek makina, nëse ti e ndjen këtë gjë dhe të krijohet një siklet i brendshëm që nuk është opsioni më i mirë, shiko, vazhdo kërko për diçka tjetër, mos e merr atë energji negative tek vetja jote. Përveç kësaj, unë shikoj një situatë për disa peshore që ka të bëjë me dashurinë. Mund të jeni duke biseduar me persona të ndryshëm, nëse jeni single, për njohje, po askush nuk ju bind. Të gjithë mund të kenë biseda që janë shumë sipërfaqësore, të njëjtat fjalë, të njëjtat gjëra, nuk merrni një impenjim më shumë, mund të jenë thjesht në atë kërkesa për flirt, për njohje, për diçka për të kaluar një kohë të shkurtër, pa ju dhënë më tepër atë dëshirën për t'ju njohur ju si person, si karakter. Mund të jenë gjëra të cilat do t'ju ftohin e do t'ju bëjnë që mos zgjidhni asnjërin nga opsionet që mund të flisni apo mund të keni këto bisedat e shkurtra gjatë javës së parë të shkurtit. Shikoj edhe një situatë pak dileme për peshorët që janë në një marrëdhënie dashurie që ka ndryshuar, që nuk ndiheni më si më përpara, mund të jeni të lidhur për shkak të viteve që mund të keni bashkë, keni fëmijë, keni prona bashkë, keni shumë gjëra që ju lidhin, por dashuria nuk është më e njëjtë, mungon pjesa e pasionit, mungon pjesa e vëmendjes, e komplimentave, nuk ndiheni të përfshirë emocionalisht me këtë person dhe mund të keni një përqim tjetër, mund të keni dikë që ju tërheq, një person që ju ëndërroni për këtë person, e mendoni, por nuk ka marrë asnjë hap drejt jush, nuk jeni të bindur, nuk e dini realisht se çfarë ndjenjash ky person ka ndaj teje dhe ju shoh në një
situatë ku as 100% nuk je përfshirë me një person, as me personin tjetër dhe ti je në udhëkryq, nuk di se çfarë të bësh për veten edhe për jetën tënde. Java e dytë vazhdon me këtë energjinë e një shkëputje, e një përçarje ku gjërat nuk janë më siç kanë qenë më përpara. Kjo ka të bëjë me dashurinë për ato peshore që janë në një raport prej vitesh, për një kohë të gjatë dhe e kanë ndjerë, kjo nuk është diçka që do të ndodhë vetëm në javën e dytë të shkurtit, është diçka që ka ndodhur vite me radhë, jeni në këtë situatën ku jeni të distancuar, të ftohur me njëri tjetrin dhe keni nevojë shumë për ta provuar edhe një herë ndjenjën e dashurisë, kur një person të entuziazmon, kur e shikon edhe ndjen atë energjinë e dashurisë që mezi pret ta takosh atë pjesën e entuziazmit, keni nevojë për këtë ndjesi që e keni haruar me partnerin ose partneren që keni një kohë të gjatë bashkë, që keni vite bashkë. Shikoj edhe një situatë për disa peshore që është një situatë thjesht njohjet, mund t'jeni ju thash single, nëse njiheni me dikë, pëlqimi është thjesht fizik, mund të kaloni një aventurë, mund të kaloni një natë, mund të kaloni diçka momentale, po pa vazhduar më tej në një raport të mirëfillt. Nuk ka një dëshirë për t'u angazhuar më shumë. Kjo pjesë mungon. Për disa peshore, pastaj impakti do t'jetë tek shoqëria, mund t'jetë edhe tek një person i familjes, dikush që jo e keni konsideruar shumë të afërt më përpara, mund të keni pas një raport mjaft të mirë, keni qenë gjithë kohës bashkë, keni shpenzuar shumë kohë, shumë kujtime me njëri tjetrin, dhe gjërat kanë ndryshuar, rrugët mund të jenë ndarë, mund të keni vite pa e takuar personin, ose thjesht të jeni ftohur, mund të jetoni afër në të njëjtin qytet ose në të njëjtën zonë, por nuk takoheni më, është një ftohje, një distancim që ju e ndjeni këtë pjesë nga ana emocionale, në përditshmëri e ndjeni këtë mallin që keni për kohën e vjetër, për raporti që keni pasur me këtë person. Kurse java e tretë do të jetë një javë fokusuar tek paratë, tek të ardhurat. Shikoj para që vijnë drejt jush, mundësi shumë të mira, ju thash nëse nuk jeni të bindur për pjesën e punës, në fillim të muajit prisni deri në javën e tretë, se do dalë diçka shumë herë më e mirë, plus në javën e tretë ne kemi edhe vitin e ri kinez, futemi në vitin e kalit. Nëse ti je peshore dhe ke lindur në vitin e kalit, për shembull 2014-ta, 1990-ta, janë dy nga vitet e kalit, për ta kërkuar në mënyrë specifike për ty, futu në Google, vendos vitin kur ti ke lindur dhe horoskopi kinez, dhe nëpërmjet Google-it mund të gjesh kush është viti yt. Sidomos për peshorët e lindura në vitin e kalit, ky do të jetë viti më i mbar, më i favorshëm për ju, prandaj është mirë që ta merrni opsionin që ju ofrohet në javën e tretë të shkurtit. Shikoj para, shikoj mundësi më të mira nga ana profesionale, shikoj gjithashtu dhurata që do të vinë për disa peshore, njerëz që janë të rëndësishëm, mund të keni edhe takime me persona që janë të rëndësishëm, me njerëz që kanë kontakte, me njerëz që mund t'ju ndihmojnë, mund t'ju hapin një derë, një mundësi të re, diçka e mirë do të vi për ju peshore. Mund të vi në formë, siç ju thash, materiale, në formë dhurate, parash, në formën e një oferte pune, ose mund të vi thjesht në kontakte, domethënë në shoqëri edhe në miqësi që janë me vlerë dhe mund të mësoni shumë nga këto persona për të ardhmen tuaj. Java e fundit do të jetë një javë e qetë, do të jetë një javë harmonike, është gjithmonë mirë që zgjedhjet e tua ti bësh me qetësi dhe ti bësh jo nga nevoja, nga halli që themi. Kur e bën një zgjedhje nga një nevojë e madhe, e bën nga mangësia, asnjëherë nuk do jetë zgjedhja më e mirë për ty. Është më mirë të bësh zgjedhje në një nivel neutral, ku ti je i qetë, je mirë. As nuk e ke të domosdoshme diçka, as është një gjë që të duhet
me patjetër as është një gjë që thua do ta marr, as je ke një indiferentizëm total. Kur je në atë fazën e mesme të harmonisë, të ekuilibrit, aty është momenti më i mirë për të zgjedhur, qoftë në dashuri, në romancë, pra as kur nuk je përfshirë 100% me dikë aq shumë sa nuk arrin të shikosh për shembull problemet që mund të ketë apo sjellje që të caktuara që nuk janë pozitive, as kur ke një lloj indiferentizmi fare dhe shikon vetëm anën materiale. Gjithmonë pjesa neutrale që ke pak përqim, por nuk je aq shumë përfshirë, është vendi më i mirë për të zgjedhur. E njëjta gjë vlen edhe për punën, edhe për gjithçka tjetër në jetë, por nga orakulli i universit, mesazhi për ju peshore thot I choose love no matter what. Unë zgjedh dashurinë pavarësisht se çfarë ndodh. Kjo është shumë e rëndësishme, të zgjedhësh dashurinë. Kur zgjedh dashurinë, jo vetëm në kuptimin e romancës dhe pjesës së intimitetit. Kjo po në raport në raport në çift, por edhe të zgjedhësh dashurinë në konceptin e lumturisë, në konceptin e qetësisë, në konceptin e paqes tënde, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse atëherë do të bësh gjithmonë zgjedhjen e duhur kur zgjedh dashurinë, kur zgjedh energjinë më të lartë të gjitha energjive, frekuencën më të lartë, siç është ndjenja e dashurisë, ndjenja e paqes, ndjenja e plotësimit. Kjo për personat, sepse ju shikoj ju thash mund të merrni një dhuratë, mund të merrni diçka në javën e tretë, po mos u nisni vetëm nga ana financiare, nga ana materiale. Nëse dikush realisht ju do peshore, parat janë diçka që harxhohen, fitoni prap, harxhoni prap, nuk ka rëndësi. Rëndësishme është që të ekzistojë dashuria, sepse edhe ai person që mund të ketë më pak do të bëjë shumë më tepër për ju sesa një person që ka nga ana financiare, bënin disa zgjedhje ose disa kompromise vetëm për shkak të parave, për shkak të financave, dhe më pas kthehen në një formë robërie, një formë tjetër robërie ose skllavërie për ju. Kur zgjedh me dashuri, kur zgjedh me ndjesi, energjia është shumë herë më pozitive dhe pastaj edhe parat vinë, është diçka që njerëzit të dyja palët ose mund të punoni bashkë, ose mund të ecin gjërat më mbar, më vonë, do të keni mundësi mund të keni atë stil jetese që ju dëshironi. Asnjëherë ju thash jo zgjedhje nga nevoja, nga halli. Kur është një zgjedhje nga halli, gjithmonë kthehet në më shumë hall, kthehet në më shumë problem në aspektin energjetik. Ndërsa kur ti e bën diçka sepse e ndjen, sepse e do, sepse ke një ndjesi pozitive, sepse ke një emocion pozitiv që lidhet me atë vendim që ti do të marrësh, zgjedhja e opsionit do të jetë shumë më i mirë, shumë më pozitiv dhe afatgjatë. Edhe në lidhje me punën, nëse të ofrohet një vend pune, është pjesa e parave, mund të jetë një rrogë e mirë, po ty nuk të pëlqen, s'të pëlqen si punë, s'të pëlqen sa larg është, s'të pëlqen ambienti, mund të ketë gjëra të tjera që s'të pëlqen. Ato para që do t'i marrësh do të ikin në forma të tjera dhe prap do vi një moment që mund të vendosësh të largohesh se nuk e pëlqen, që nga fillimi nuk e ke pëlqyer si punë. Kurse kur e pëlqen një punë, ndihesh rahat, është një zgjedhje e duhur për ty, të pëlqen orari dhe shumë gjëra të tjera dhe cilësia e jetës tënde është mjaft e mirë. Prandaj me kujdes në zgjedhjet që do të bëni, në javën e tretë kemi edhe eklipsin e hënës së re, që është në shenjën e ujorit, që është shenjë ajri, një lloj si ju peshore. Prandaj gjatë eklipseve mund të jemi dhe pak të çoroditur, është një energji pak kaotike, është një energji që gjërat ndodhin shpejt, në mënyrë të papritur, në mënyrë të rrëmbyer, kështu që mendojini, bëni llogarit për veten tuaj gjithmonë duke zgjedhur me qetësi, me harmoni. Unë ju uroj gjithë të mirat, një muaj sa më të mbar. Nëse ju pëlqeu ky lexim dhe dëshironi të rezervoni një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti im në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë tek video dhe tek përshkrimi. Ju falenderoj dhe bashkë të dëgjojmë në videot e ardhshme. Mirupafshim.